So yeah, we came to Durrës as well because I didn't want to just stay in Tirana. Erdhëm edhe në Durrës sepse nuk donim që t'i vëzhgonim zgjedhjet vetëm në kryeqytet. We want to see also how the election day is evolving in other cities in Albania. Ne dëshironim që të shikonim edhe se si po ecën procesi i zgjedhjeve edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. And also colleagues of mine from the European Union member states are doing the same. Kam kolegë të mi nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që dhe ata kanë dalur për të vëzhguar. And the reason why we're doing it is not because we don't have trust in the OSCE ODIHR, quite the contrary, they're doing a very good job. Dhe arsyeja sepse po e bëjmë këtë gjë nuk është sepse nuk kemi besim te OSBE ODIHR, sepse sigurisht që kemi besim tek ata dhe ata po bëjnë një punë shumë të mirë vërtet. But also because we want to have a first-hand, experience of how things are going, how the perception that people have of the process. Sepse duam në fakt që edhe ne të kemi përvojën tonë, ta shikojmë gjën nga afër, shikojmë edhe mendimet që kanë vetë qytetarët, zgjedhësit, perceptimet e tyre, pra si po ecën procesi në përgjithësi. And because, as I said before, these are the first elections that take place after the opening of the accession negotiations. Kjo për arsye sepse siç e kam thënë edhe më parë, këto janë zgjedhjet e para që po organizohen në Shqipëri pas çeljes së negociatave ndërmjet BE-s dhe Shqipërisë. And the negotiation started with the fundamentals cluster, which is about democratic standards, rule of law, justice, human rights. Dhe në fakt negociatat kanë filluar me grup kapitullin e parë, i cili ka të bëjë me çështjet më themelore, siç i quajmë ne, që janë sundimi i ligjit, standardet demokratike, të drejtat e njerëzit. And, so the way in which the elections will unfold here in Albania is important also for Albania's progress towards the EU. Kështu që zgjedhjet, mënyra se si do të organizohen, se si do të shkojnë zgjedhjet janë shumë të rëndësishme edhe për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Election day, of course, is just one aspect. There's the whole campaign before, and there's also the counting process that matter a lot in order to come to an assessment of the whole process. Sigurisht që dita e zgjedhjeve është vetëm një pjesë e procesit, sepse kemi patur fushatën zgjedhore më parë, është vetë dita e zgjedhjeve dhe më pas edhe të gjithë pjesa pas votimit. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme pikërisht për të parë se si do të jetë ecuria. And for that, I'm looking forward to the conclusions, the preliminary assessment and the recommendations of the ODIHR mission. Dhe ne bëjmë një analizë, po sigurisht që me shumë kërshëri dhe kurreshtje ne po presim që të shikojmë edhe se cilat do të jenë gjetjet dhe rekomandimet që do të bëjë misioni vëzhguese ose OSBE ODIHR-it. So if I maybe anticipate one of your questions, I'm not going to make any assessment of the process so far because we have to wait for the input of the big observation mission that ODIHR has put in place. Kështu që ndoshta i parapri një prej pyetjeve tuaja, por unë nuk do të bëj ndonjë prononcim tashmë për mënyrën e zgjedhjeve, sepse ne do të presim natyrisht edhe të gjithë gjetjet që do të kenë ODIHR, sepse ata kanë një grup teje të madh të shpërndarë në të gjithë Shqipërinë që do të bëjnë vëzhgimin e zgjedhjeve.